ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Të ndëruar xhamat, të ndëruar vëllezër, jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu. Në kapitullin e radhës ka sjell hadithet e turpit. I ka quajtur kapitulli I turpit, I marrës. Marrja dhe turpi është gjendje shpirtërore, është karakter I brendshëm I insanit dhe I njeriut, me të cilin karakter ai frenohet dhe ndal vetën për disa veprave që nuk janë të mira. Që kjo marrja, ndryshimi I brendshëm që I vjen, se që kjo s'ban me e ba, se është turp me e ba, se është e lig me e ba, që kjo është turpi. E Allahu subhanahu wa ta'ala e don turpin, e don muslimani me kanë marrëli, me kanë turpshëm. Andaj ka sjell një varg hadithesh. Për gjërave që I ka sjell, ka thënë kështu pejgamberi jon alayhi salatu wassalam: çdo pejgamber I ka thënë popullit vet një fjalë, po ja u tham edhe unë juve. Para më të ndëruar xhamat, sikur njerëzit kur a e keni pa kur gjejnë gjëra të vjetra, thotë kjo I ka 1000 vjet, kjo I ka 1500 vjet, dhe I çmojnë ato dhe I ruajnë ato. Sikur që ata I ruajnë në për muzeja të ndryshme, me ligje, me sigurime të larta, gjëra të cilat janë fizike, po thotë kjo I ka 2000 vjet. Kështu muslimanët I kanë ruajt hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shiko Muhamedi sallallahu çfarë na ka thënë. Unë po ju kallzoj këtë pejgamber që ju kanë thënë popujve të vet. Çdo pejgamber pite Ademi alayhi salatu wassalam deri te Muhamedi sallallahu këtë ja kanë thënë çka llaf, çka këtë fjalë kanë thënë çdo kush popullit vet. Çka I ka thënë? Ka thënë: "Idha lam tastahi fasna' ma shi'ta." Nëse nuk të vjen marrë, nëse nuk turprohesh, çka dush ban? Çka dush ban dhe I shpjegum ç'i bie kjo. Kjo I be e para se pa turp s'ka mundësi me lexu mesazhin. S'ka mundësi me lexu halal haram. S'ka mundësi ti me e një çka të fol. E dyta, cila? Është se kjo është alarm. Kjo është e kundërta e asaj çka thuhet. Pra, fasna' ma shi'ta, kjo është që ti të largohesh prej tij, por ndryshe ai ka mu përgjigj për ata. Po ti ki hek dur, ki ngredhu, ki ndrejçet mo, ç'a dojnë të bëje. Kjo çka dojnë të bëje është se ki ka mu përgjigj për ata. Edhe e treta, çfarë është? Sa jo I ndëshkuam. I ndëshkuam. Se fakti që s'ka frena, nëse ti e sheh një vetur pa frena, e ka marrë njëri kanë kallzu, mos e s'ka frena. Mos e s'ka frena. Jo se unë edhe pa frena dije. Pa frena di apo? Edhe u ka shlu për një përpjekje edhe po shlohet. Nëse na këtë bashkë thojna, çiki ka mu përplas. Ai na të përplas na, ka mu përplas vet. Ja ka mu përplas vet. Se I kanë kallzu se s'ka frena dhe e ka morë prap. Por këtë arsye, ai çka s'ka turp, çka kanë thonë këtë pejgamber? Po çka dush ban? Ti kimu përplas. Patjetër e kimu përplas se s'ki frena. Turpi o frena e njerit e nal, frenon. Por këtë arsye të ndëruar xhamat, shoqëria, njeri, insan, individi, s'ka mundësi me ruaj diçka të mirë pa marrë. A mund ta paramenoni njerin hiç s'ka marrë? Hiç kur gjasi vjen marrë. Sa I rrezikshëm më morr me ta ti. Sa I rrezikshëm me pas ti punë me ta. Hiç si vjen marrë. Ti vedh parët, çka doje të ban? Se si vjen marrë për kur gjë. A mund e ban dost? A mund e ban dost? Do të jona hadithin e radhës që e ka sjellë Imam Buhariu. Nga Aisha dhe nga Uthmani radhiyallahu anhuma. Uthmani është shoku I tretë I pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tregon Aisha radhiyallahu anha, thot një ditë për ditëve pejgamberi ishte I shtrim te dhoma e vet. Por ishte shtri duke pushue
edhe petku i tij kishte kalu pak një pjesë e gunit i gjunjve ishte zbulue. O kanë të pushu shpit vet. Thot edhe ardh Ebu Bekri baba jam, edhe lipi izën, kam diçka me fol me pejgamberin sa për punët e tina. Thot tha pejgamberi në tinje. Thot Aisha, nuk lëvizi për veni, çështo i shtrim, pak kam ti kishin dal gjuni. Tha, foli me pejgamberin selam, Ebu Bekri, shkoi Ebu Bekri. Pas një kohë erdhi Omeri. Edhe kërkoi leja, ka mundësi me hite i dërguari Allahut alayhis salam? Tha po. Në tinje tha Omeri. Erdhi Omeri, nuk lëvizi pejgamberi alayhis salam. Dhe e kryti punët e vet, shkoi. Mas një kohë erdhi Uthmani radhiyallahu an. Dhe Uthmani vetë ka kallëzu këtë hadith, edhe Aisha ka kallëzu, tudi ja kam prezent në ngjarje. Kur ka ardhur Uthmani, pejgamberi sa Uthmanin e ka përshkruajtur si njeri më të turpshëm këtij umeti. Çfarë ka thënë? Thot kur ardhur Uthmani, edhe e niti, a ka mundësi me vol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kam një punë? Atëherë pejgamberi sa u quë, pi si këtu shkështrim, i shloj kamën të petkun e vet, i mloj gjujt, edhe i tha Aishës, mledhu, largoju, mledhu. Edhe ardhë Uthmani, kryti punën e vet, shkoj. Aishës i interesoj se Ebu Bekri dhe Omeri realisht janë ma autoritet se sa Uthmani. Mirë po, Zoti si cilin e ka falë me një karakter i cili ato këtë janë marrë li, ama Uthmani me marrë këtë jo ka kaluë. Qysh, i thash, ja Rasulallah, Aisha, ja Rasulallah, erdh Ebu Bekri, his lëvize, e so se punën qështu i shtrim. Erdh Omeri, e shtro se punën qështu i shtrim. Kur erdh Uthmani, thave, unë ngritë edhe më thave, mbledhur, se Uthmani ato ardh. Pse e vane këta për Uthmanin? A i dëgjone përgjigjen të ndëruar gjemat. Tha, oj Aisha, Uthmani, a njeri i marru shumë. Ka shumë marrë i ven, shumë turp. E unë e këpat Afrikë, sa i me mpa mu qashtu, a i zven me lip atë punën shka ka arë me lip. Pi marës madhe. Ka thonë, oj Aisha, po me laqeve ju vjen marë pi Uthmanit. Me laqet e Zotit kër e shojnë Uthmanit ju vjen marë. Se marë ka i turp shpi për cilë turp. Ka thonë, asë mështë të vene mu marë kur me laqet i vjen marë pi këtë në. Shikone të dërguarin Allahut alayhi salatu wassalam, nga turpi Uthmanit, çfarë tha? Mledhu. Jo me sa ato tjerë, fundi pak gjuhi u ka po, jo diçka, pak gjuhi. Dhe sot njerëzit del shorca, thot ai se s'ka problem. Po më mos as vën marrë ba. A nuk vën marrë? Dvetë ta bano xho mu fal çështu. Po jo, apo do të sullak mu fal. Apo do të sullak mu fal me ta gjet në fetva. Kjo febo, kjo ndera para Zotit të dal. Ebu Bekr Siddiku kur ka bë tush, kur ka marr gusull, si ka ek tesh atë hiç. Si ka ek tesh atë hiç. E ka lënë një pjesë të trupit, pastaj e ka ngrej petkun, e ka lënë pjesën i ka marrë për Rabbul Alaminit, i Zotit Madh te bareke ve teala. Marrja e ka marrë këtë fe, turbi e ka marrë këtë shoqëri. Po këta syje të ndëruar xhamat, shire Muhamedi alayhi salatu wassalam. O ja që tha mledhu. Çu pejgamberi se tha to ardh njëri marrëli okay. Andaj të ndëruar xhamat, nëse dojmë të arrujmë këtë shoqëni, nëse do të më rujt veten tane, familjen tane, evlat të tu, për hap marrë, për hapet turpin, thuj të të vene marrë, të të vene turp. E jo runa Zot me në ardhë gjendja meve, sikur t'i shkon gjallë pejgamberi selam, apo vetë fjala e tij alayhi salatu wassalam që ka thonë çdo pejgamberi popullit vet, nëse s'të vën marrë ban çka dush. A kemi mrina në këtë gjendje të ndëruar xhamat që shoqëria jon, adresa e shoqërisë tonë më kanë, si mos t'ju vënë marrë ban çka dush? Dhe ta shohim lein Allahu te bareke te me hadithet e radhës të cilat na i ka mësuar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal këtë ditë xumaje, që Allahu të na stolizet, na zbukuron me turp. Allahu të na bën njerëz të cilët na vjen marrë. Mos pari me na marrë prej Allahut subhanahu wa taala, nga begatitë të shumta që na jep, nga të mirat të shumta që na jep, e çish ja kthejna na Allahu subhanahu wa taala. Na vjen turp që jena musliman, e s'do të mi bëj do punë, jo për diçka tjetër. Jo për diçka vetë se i musliman. Zvan me bë se i musliman. Njerëzit shohin model, njerëzit shohin urnak, andaj le të të vjenë marrë vetë se i musliman. Elusim Zotin e Madh Allahu subhanahu wa taala ta stolis, ta zbukuron, ta mbush shoqërinë tonë, e sidomos të ri dhe të rejat e kësaj shoqërie. Allahu t'ju jep turp,
Allah ju t'jep marrët, ju vjen marrë për zërave të liga. Elusim Allahun subhanahu wa taala në këtë ditë xumaje ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është një çast ku pranohet duaja. Elusim Zotin e Madh që Allahu subhanahu wa taala krejt musliman anë kanë botës Allahu të ndihmon. Sidomos vëzhgjet tonë dhe motrat tona dhe plesh dhe ato plaka muslimane, të cilat janë në zor, sidomos në këtë periudhë të dhimbrit, Allahu t'ju ndihmon, Allahu t'i përkrah. Allahu xhelal xhelalusim që Allahu subhanahu wa taala na bën musliman të pranuar te Ai, besimtar të pranuar te Ai. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal xhelal na mundson të marrim nga libri i Allahut, të mësojmë nga suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam, të jetësojmë ato në jetët tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم أصلحنا وأصلح شأننا وأصلح ديننا اللهم أصلح دنيانا وأصلح آخرتنا يا رب العالمين اللهم رحماك بالمستضعفين اللهم رحماك بيتامى المسلمين وأرامل المسلمين والمشايخ والعلماء المسلمين يا رب العالمين اللهم قوي هذه الأمة يا رب العالمين اللهم ارجع إلى هذه الأمة العزة يا رب العالمين اللهم إنا نطلب منك النصرة والعزة يا رب العالمين اللهم كن مع الضعفاء والمساكين يا رب العالمين اللهم فاغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة